Faleminderit zonja nën kryetare. Kam dhe unë një shqetësim procedure dhe në fakt mënyra se si e bëni kalendarin zonja nën kryetare është që i trajtoni disasit të nënës e disasit të njerkës. Mjafton të kujtoj që në fillim të dhjetorit kam dorëzuar në parlament disa ndryshime të kodit rrugor që mundson të rinjt shqiptar të lëvizin me monopatina siç lëvizin edhe të rinjt në Europë. Nuk ka asnjë përgjigje. Nuk e kuptojmë se çfarë ndodh. Nuk e kuptojmë se kush e vendos prioritetin se si do vendosen projektligjet në radhë për të diskutuar. Pa llogaritur aspekte të tjera të cilat tregojnë shumë për punën e kuvendit. Konkretisht tek kthesat dhe kthim përgjigjeve as nuk bëhet fjalë. Edhe un kam 3 muaj e gjys që kam kërkuar informacion në Bankën e Shqipërisë për skandalin e mikrokredive dhe nuk çojnë përgjigje. Nuk çojnë përgjigje. E njëjta gjë vlen edhe për interpelancat. Kam kërkuar interpelancë me ministren e arsimit për dhunën në shkolla në fillim të dhjetorit. Nuk kemi përgjigje, shënohen aty poshtë në planin e punës së kuvendit dhe nuk e kuptojmë se kur do i bëjmë këto. Do të kuptojmë që ka një rregullore që kërkon 3 javë të bëhet, pikërisht se interpelanca ka të bëjë me aktualitetin. Ndryshe çfarë kuptimi ka? Gjithashtu, në lidhje edhe me projekt vendimin për sa i përket komisionit të posaçëm. E kam edhe një thirrje këtë për kolegët e opozitës. Duam të kuptojmë. Tani, do bashkëpunohet apo jo me Ramën? Unë nuk e kuptoj se si mund të ulesh me Ramën kur Rama të kërcënon, kam numrat edhe nuk pyes për ty. Edhe i lutemi Ramës tani që na pritne në komision. Është e pamundur që me këtë kryeministër, ku ka këtë dhunë kartoni, të negociosh dhe bësh reforma të mëdha. E pam reformën e Ramës të 2015 të pushtetit lokal, se çfarë ndodhi. Pushteti lokal është në gjendjen më të rëndë të mundshme, dhe ne nuk mund ta tolerojmë këtë gjë. Faleminderit.